Asalamu alaikum shikues të nderuar, ja ku takohemi sërish së bashku në emisionin Vepra të dashura. Hadithin që e trajtuam javën e kaluar ishte për besimin në Allahun si vepër më e dashur, ndërkohë pikërisht brenda kësaj përgjigje pejgamberi alayhis salam ka thënë se si vepër më e dashur është edhe ruajtja e lidhjeve farefisnore. Për këtë temë dhe për këtë vepër shumë të dashur do të flasim sot me Hoxhën Agim Bekiri. Hoxh, mirë se erdhët. Mesëgjim. Fillimisht Hoxh, kush e përbën farefisin, kush merr pjesë në të? Farefis ka disa mendime tek dietarët musliman se kush konsiderohet farefis. Do t'i përmendi dy mendimet e para vetëm sa për t'i njohur, për ndryshe mendimi i tretë është ai mendimi i saktë që e kanë përkrahur shumica e dietarëve. Një mendim thotë se ata të cilët nuk mund të martohen njëri me tjetrin, vetëm ata, për një njeri, për shembull me ata që s'ka të drejtë të martohet, vetëm ata janë farefis. Disa thënë vetëm ata të cilët trashëgojnë njëri tjetrin. Mirë, po këto dy mendime nuk janë saktë. Farefis quhen të gjithë ata të cilët kanë një përardhje të përbashkët, qoftë nga baba, qoftë nga nëna. Qofshin afër, qofshin larg. Mirë po, edhe varësisht për asaj se sa janë afër dhe sa janë larg, edhe obligimet ndaj tyre rriten ose zvoglohen. Pra me çdo njeri me cilin kemi një përardhje të përbashkët, qoftë nga babai, qoftë nga nëna, pra me çdo njeri me cilin na lidh gjaku, quhet farefis, qoftë afër ose qoftë larg. Kjo është mendimi të cilin e përkrajnë shumë dietar prej tyre, edhe dietari i madh Ibn Hajar el Asqalani, Allahu e mëshiroft. Hoxh, por çfarë kuptimi ka mbajtja e lidhjeve me farefisin? Është theksuar shumë në librin e Allahut dhe në fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ruajtja dhe mbajtja e lidhjeve me farefisin. Një prej atyre fjalëve është edhe hadithi të cilën ti potencove në fillim, pra Muhamedi sa më ka konsideruar një prej veprave më të dashura mbajtjen e lidhjeve me farefisin tanë, ruajtjen e çka nën kupton kjo me mbajt lidhje. Çka do të thonë me mbajt lidhje, siç e parashtrove pyetjen? Mbajtja e lidhje ose ruajtja e farefisit, lidhje farefisnore, nën kupton dy gjëra: dashuri dhe mëshirë. Dashuri dhe mëshirë. Pra, ti duash dhe ti mëshirosh. Ti mëshirosh. Ti ndihmosh në forma të ndryshme dhe varësisht prej mundësisë tënde dhe varësisht prej nevojës së tyre. Më thënë, mirë po gjithë ato ndihmat, ato kontaktet, ato nën kuptojnë dy gjëra që është dashuri dhe mëshirë. Pra, çdo kund ku përmendet farefisi në Kur'an, që është më të madhe në shumë ajete kuranore, është përmend si aq shumë është përmend, dhe të them të drejtën, unë personalisht kam mendu, megjithëse nuk i kam lexuar në literaturë, nuk guxoj të them se është një e vërtet, se për arsye se kështu e kam nënkuptuar, se pse aq shumë është venduar theksi mbi këtë punë, pra ruajtjen e lidhjeve farefisnore në fenë islame. Mendoj se nuk mund të paramendohet një shoqëri e shëndosh nëse familjet janë të përçara dhe antarët e një familje nuk e duan njëri tjetrin. Si ka mundësi që unë t'jem shumë i mirë për njerëzit e largët, ndërsa të afërmit e mi nuk i dua, nuk i respektoj, nuk i mëshiroj, nuk kam mendim mirë, flas keq për ta. Po kjo është një degenerim. Prandaj në shumë ajete kuranore, shpeshherë mas besimit, siç është në hadithin të cilin e potencove, është përmendur ruajtja e farefisit. Në radhë parti duhesh t'jesh i mirë për farefisin tënd. Duhet të kujdesesh për farefisin tënd, duhet t'i duash farefisin tënd, sepse kështu ti, në këtë formë,
në këtë formë faktikisht ti ndihmon në ndërtimin e qelizës më të rëndësishme të shoqërisë që është familja. Nëse kemi familje të shëndosh, këtë e thonë edhe sociologët, kemi shoqëri të shëndosh. Si mund të kemi shoqëri të shëndosh kur familja është e sëmur? Familja është e sëmur. Hoxh, çfarë dispozite ka feja islame për mbajtjen e lidhjeve farefisnore? Është obligative? Kjo është, më thënë, një prej obligimeve shumë të rëndësishme. Pasi që është përmend, siç thash, aq shumë në Kur'an, pra është një detyrim. Shumë njerëz, më thënë, vizitat, ndihma, dashurinë e farefisit, mbajtjen me një fjalë atë që e themi mbajtjen e lidhjeve me farefisit e konsiderojnë si një punë të cilën shpeshherë harrojnë. Shpeshherë nuk e bëjnë. Mirë, po kjo është një prej obligimeve shumë të rëndësishme të fesë, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka theksuar në shumë ajete kuranore dhe gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam madje shpeshherë shpëtimi apo më thënë humbja e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër është lidhur kryekëput me zbatimin e këtij obligimit. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk hyn në xhenet ai i cili ka ndërprer lidhjet me farefisin e tij. Nuk hyn në xhenet. Pra, më thënë, është një punë, është obligim. E tash, kur themi se është obligim, pra të gjithë dietarët me konsenzus, të gjithë dietarët e theksojnë se mbajtja e lidhjes me farefisin, me akraban, më thënë, është obligative. Është një detyrim prej detyrimeve fetare. Tash, ne thamë se farefis është çdo njeri i cili ka një lidhje gjaku me të. Atëherë, a është obligim, më thonë se farefisit njerë mund të jetë shumë i qërë. Obligim është për njerëzit që e kemi afër, normal. Jo ti me çdo njeri nuk mund të jetë obligimi i njëjtë për shembull ndaj kusherive të largët dhe ndaj vllaut ose prindërve tu ose motrës tande ose axhës, dajës, tezës, hallës e kështu me radhë. Këta njerëzit më të afër. Njerëzit më thonë kur përmendim farefisin, në radhë parë futen prindërit aty. Futen vëllezërit, motrat, dajallarët, axhallarët, tezët, hallat. Pastaj fëmijët e tyre kështu me radhë. Do sa më shumë që largohet gjaku, aq më tepër zvoglohet obligimi. Sa më shumë që afrohet lidhja, aq më i madh bëhet obligimi. Do thonë kështu. Në këtë aspekt duhet të kuptojmë obligimin që ka të bëjë me mbajtjen e parë janë prindërit. Po. Hoxh, a mund ta përmendni diçka prej teksteve fetare në këtë drejtim? Po, siç thash, ka shumë ajete kuranore dhe shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, prej ajeteve kuranore thot Allahu subhanahu wa taala wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba. Thot Allahu i madhruar kur morëm besën nga bani Israilit që të mos adhurojnë askën tjetër përpos Allahut, ndaj prindërve të jenë bamirës dhe ndaj të afërmve bamirës. Don kjo është një ajet. Thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet i cili lexohet në fund të hutbes çdo të premte, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Allahu urdhëron për drejtësi, bamirësi dhe mbajtje të lidhjeve me farefisin. Është mirë ky ajet edhe të përkthehet gjatë hutbes. Pak më shpesh sepse shkon vetëm si një përsëritje. Është e vërtetë se është një ajet i shkurtër. Nuk e kuptojnë. Mirë, po ka një porosi shumë madhështore. Allahu urdhëron për drejtësi, bamirësi dhe ndaj farefisit dhe ndalon nga amoraliteti, nga e keqja dhe nga padrejtësia. Shiko? Domethënë këto janë 6 gjëra, 3 i urdhëron dhe 3 i ndalon. Me këtë përmbyllën dhe këtë e ka urdhëruar Aliu radiallahu anhu, ose jo Aliu radiallahu anhu, po e ka urdhëruar Omer ibn Abdulazizi radiallahu anhu, që të lexohet ky ajet kuranor në fund të çdo hutbes që mbahet ditën e premte. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush beson Allahun dhe ditën e kiametit, le të mbaj lidhje me farefisin. Beson Allahun dhe ditën e ahiretit, e respekton farefisin. Që do me thënë, nëse nuk beson Allahun dhe ditën e ahiretit, mundesh mos me respektu
farefisin. Pastaj thotë pejgamberi sa një hadith tjetër shumë interesant se ka janë të shumta, do të kush dëshiron t'i shtohet risku edhe t'i shtohet jeta, le të mbaj lidhje me farefisin e tij. T'i shtohet jeta dhe risku. Dhe dietarët për këtë kanë dhënë disa mendime. Si kuptohet, më shtohet jeta, më shtohet pasuria, po. Shtohet shpesh këtë pyetje, si ka mundësi. Po, shtohet jeta dhe shtohet pasuria. Një grup i dietarëve kanë komentuar këtë fjalë të Muhamedit duke thënë se bëhet fjalë për shtimin e bereqetit. Domethënë të shtohet pasuria, faktikisht ja sheh hajrin pasurisë, nëse del prej familjes së ngushtë dhe i sheh të tjerët. Atëherë ja sheh bereqetin pasurisë tënde dhe ja sheh bereqetin kohës tënde. Duket sikur ke jetuar më gjatë. Sikur për shembull një njeri i cili nuk shkon në për vizita, nuk shkon tek të tjerët, domethënë rri vetëm brenda, domethënë ai shumë shpejt faktikisht i kalon jeta pa asgjë, ta themi. Ai mund të sheh shumë televizor për shembull. Mirë po, pa e vizitu farefisin, ti shohësh të gjallë ata, si jetojnë, më thënë, faktikisht kështu e fiton një bereqet në kohën tënde dhe duket sikur jeta është shtuar. Këta janë ata të cilët, kjo është mendimi i parë, mirë po mendimi i dytë dhe është më i saktë sigurisht se komentimet e largëta të fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të kenë një mbështetje të fortë për të qenë të pranuara. Kanë thënë se ky shtim është real, ashtu siç e ka përmend pejgamberi sa pa shtohet pasuria, kjo është e qartë. Çfarë shumë lehtë mund ta kuptojmë çfarë më thonë me të shtu pasuria. Po jeta si ka mundësi të shtohet. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija se jeta ka dy caktime. Një caktim që është në diturinë e Allahut, që është në pllakën e fshehur në Lauhul Mahfuz, dhe një caktim ky nuk ndryshon. Kjo që është Allahu e ditur nuk ndryshon. Mirë, po ka një caktim të cilin Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë të shkruar melekëve, melaçeve. Ata e kanë për shembull filan njeriu do të jetojë 70 vite. Nëse ky njeri mban lidhjen me farefisin, ti mund t'i bëhet 80 ose 90 vite dhe melaqet e ndryshojnë. Sa ata e kanë të shkruar, kur do të vdesë secili. Melaqet e ndryshojnë këtë caktim të Zotit, të cilin e din melekët. Ndërsa ta Allahu subhanahu wa taala, atë që e di vetëm Zoti, nuk e di as melekët as kush tjetër, ajo nuk ndryshon. Pra Zoti e di për këtë shifër më të lartë. Po, shumë më herët është saktuar, mirë po, melekëve u ka dhënë. Dhe melekët e shikojnë, nëse një njeri për shembull mban lidhje me farefisin e tij, më thënë, ati shtohet 5 vite, 10 vite, 20 vite, ati e di vetëm Allahu subhanahu wa taala se sa ka mundësi të shtohet. Më thënë, këto ndryshime ndodhin realisht te regjistrat të cilët i mbajnë në duar melekët dhe janë të obliguara këto melaqe për më thënë për jetën e njeriut. Ka dhe hadithe të tjera të shumta, për shembull, një njeri vjen te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thotë farefisin tim e vizitoj. Mirë po, ata më presin shumë keq, me thënë fjalë të ashpra, më shajnë. Ndërsa unë vazhdoj të jemi mirë me ta. Thot pejgamberi sa nëse është ashtu si thua, atëherë është sikur tu hedhish rër të nxehtë në gojet e tyre. Dhe vazhdimisht me ti do të qëndroj një melek i cili do të ndihmoj ty. Më thon pejgamberi sa edhe në këtë rast e kanë nxit ata që të mbaj lidhje me farefisin me disa njerëz të cilët të shajnë, të ofendojnë, nuk të duan, edhe në këtë rast pejgamberi sa kanë nxit që ta ruajnë farefisin deri në momentin e fundit dhe do të ndihmoj Allahu subhanahu wa taala që zemrat e tyre të zbuten. Është e rëndësishme ne ta kryejmë obligimin ton pavarësisht sjelljes së tyre. Sigurisht nuk është sikur shit blerja, për shembull se është e përhapur tek ne shumë, e viziton vetëm ato që të ka vizituar. E kthen. Pejgamberi ka thënë nuk i ka mbajtur lidhjet me farefisin ai i cili ja kthen kushtezon. Ja kthen një të mirë farefisit. Për shembull, ai të ka ndihmuar, ti ndihmon. Ai të ka vizituar, ti i viziton. Thotë nuk është ky ai i cili e mba lidhje me farefisin. Por ta vizitosh atë që nuk të viziton dhe ta ndihmosh atë që nuk të ka ndihmuar. Kjo është, domethënë, ky konsiderohet se i ka mbajtur dhe i ka venduar, domethënë në binar lidhjet me farefisin e tij. Mirë, na e shpjegoni pak më gjerësisht
Si mbahet konkretisht lidhja farefisnore? E përmend tani një rast. Mënyra tjera është vetëm vizita prej pikave që duhet shihet si mënyrë e lidhjes farefisnore, apo ka edhe diçka tjetër këtu? Kur themi se duhet të mbajmë lidhjet me farefisin, varësisht prej mundësive dhe varësisht prej nevojës. Me ndonjërin mjafton një telefonat. Me ndonjërin mjafton një vizitë. Me ndonjërin mjafton një ndihmë e vogël. Te ne, për shembull, tek ne mund vizitat ketë shumëta, mirë po jo me asnjë rezultat pozitiv. Ose mund të jetë ndonjëherë edhe me rezultat negativ vizitat, për shembull, shkon e shet gjendjen e tyre të keqe dhe pastaj e fol apo e përfol atë që e ke parë. Do të thonë, kur është nevoja për ta ndihmuar materialet dhe ti ke mundësi, dhe ti e ke atë mundësi, atëherë mbajtja e lidhjeve bëhet duke ndihmuar materialisht. Mirë po dikush nuk ka nevojë ndoshta për ndihmën materiale të ëndër. S'ka nevojë. Ka nevojë për një fjalë të mirë, ka nevojë dikush me aqel derën. Dikush ka nevojë me i fol për fenë e Allahut. Ndonjëherë thirrja në fenë e Allahut subhanahu wa taala është nevoja më e madhe për farefisin tënd. T'ju tregosh për Allahun, për Islamin, për Kur'anin, për adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është në këtë rast, varësisht prej nevojës dhe varësisht prej mundësisë. Dhe prandaj dietar kanë thonë nuk ka kohë të caktuar, për shembull duhet patjetër me shku çdo 5 ditë, çdo 1 muaj. Jo, s'ka kështu. Do thonë varësisht prej nevojës. Kryesorja mos i lësh mas dore, mos i harrosh dhe ti ndonjëherë vetëm të interesosh. Ta pyesësh dikant për farefisin, për ndonjë aq, për ndonjë dajta ose për ndonjë kusheri. Vetë interesimi yt për të është mbajtje, respekt ke treguar ndaj farefisit. Pra manifestohet në mënyra të ndryshme. Në mënyra të ndryshme varësisht prej nevojës. Dhe duhet të kthehet tek ajo që e tham në fillim, tek dashuria dhe mëshira. Dashuria, do të thonë, reflekton respektin, mëshira respekton humanitetin tënd, ndihmën tënde ndaj tyre, po që se është nevoja dhe ti ke mundësi. Me sigurisht kur bëhet kjo në mënyrë më të mirë, atëherë ka dhe dobi këtu të cilët do të përmendim por në pjesën e dytë të emisionit. Shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni edhe me temën, ne kthehemi pas pak. Vazhdojmë tutje shikues të nderuar, e kuptuam se mbajtja e lidhjeve farefisnore është obligim fetar që duhet të realizohet dhe lidhjet farefisnore realizohen në forma të ndryshme varësisht prej nevojës, kështu e tha Hoxha. Por tani do të ndalemi tek dobit, por edhe tek dëmet që mund të sjellin shkëputjet e lidhjeve farefisnore dhe dobit nëse ato mbahen si duhet. Hoxha, ndalemi fillimisht tek dobit. E përmendet mënyrën se si të mbahen, nëse mbahen, çfarë dobi e sjell besimtarit kjo? Dobia e parë që shumë disa prej tyre i keni përmendur. Po kam faktikisht në vet hadithin të cilin lexova në fillim të këtij emisioni, se është një prej veprave më të dashura tek Allahu. Faktikisht Allahu subhanahu wa taala e do atë njeri i cili e bën këtë vepër. Interesohet për farefisin e tij, mban lidhjet me farefisin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lidhur besimin apo mosbesimin me këtë vepër, që është gjithashtu një. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mohuar që një njeri i cili ndërpren kontaktet e tij me farefisin e tij të hyjë në xhenet. Pejgamberi gjithashtu ka garantuar atij i cili mban lidhje dhe respekton farefisin e tij, i ka garantuar se do t'i shtohet risku, furnizimi, do t'i shtohet jeta. Ata të cilët respektojnë farefisin kanë përkrahjen e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala ju ka garantuar
këtyre njerëzve shpërblimet nda në botën tjetër. Pra shpërblimet fillojnë qish në këtë botë. Më thonë, kam lexuar një studim, bujar, më herët, kam lexuar një studim i cili thoshte se njerëzit të cilët kanë bërë, më thonë, një anketë me një numër të madh, mbi 2000 apo 3000 njerëz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me njerëz të cilët kanë raporte të mira me farefisin e tyre dhe me njerëz të cilët kanë raporte jo të mira me farefisin e tyre. Një përqindje e lartë e grupit të dytë, pra me ata njerëz të cilët kanë raporte të këqija me farefisin e tyre, thonë kanë probleme me smundje të ndryshme, sidomos me smundjet kardiovaskulare. Thonë dikon, jeta bëhet më e mirë, më e lumtur je kur ke raporte të mira me farefisin tënd. Dhe është, më thonë, përveç asaj që ka thënë sa më shtohet risku furnizimi faktikisht mund të se koncepti i furnizimit në Islam është shumë i gjerë, nuk është vetëm material, se edhe dituria është pjesë e riskut furnizimit, po edhe shëndetja është pjesë e riskut. Do të thonë, është shëndet, është lumturi. Do të thonë, kënaqesh në jetë nëse kera. Para mendoj një njerëz i cili ka të gjitha të mirat materiale dhe nuk ka raporte të mira me babën e tij, me nënën e tij. Kemi pas raste të ndryshme, kemi ndëgjuar për shembull për njerëz të cilët kanë vuaj nga kriza të ndryshme të raporteve familjare dhe ata njerëz vërtet e kanë shumë vështirë, do të ta përballojnë këtë gjendje shpirtërore. Do me njerëzit me cilët ti duhet të ndihesh më së miri, faktikisht je në konflikt. Dhe shpeshherë njeriu ndodhet në situata shumë të vështira, nuk di se si të veproj me njerëzit të cilët duhet të jenë më të dashurët e tij. Prandaj feja islame nxit që të ketë faktikisht në raportet me farefisin të ketë, domethënë falje, të ketë tekalim, domethënë mos bëhemi shumë tepër pedant në çdo imtësi, të kemi kujdes nga hidhrimi, më thënë ta ndihmojmë njëri tjetrin, nxitim tekstet fetare në këtë raport për mos me ra pastaj në një hendek të një gjendjes shpirtërore, e cila faktikisht do të na kthej, do të na humbas të gjitha kënaqësitë e jetës. Të gjitha kënaqësitë shkallku i atyre, shkallku i asaj prishjes së raporteve farefisnore. Por megjithatë hoj shohim sot një realitet jo të kënaqshëm, është bërë një lloj dukurie shpërfillje së farefisit. Pse mendoni se ka ardhur deri kjo? Çfarë shkaqesh e kanë sjellur këtë gjendje? Mund të ketë shumë arsye. Unë mendoj se pikëpari në aspektin fetar duhet ta dim mirë si qëndron kjo punë. Sa është e rëndësishme, çka thot Allahu, çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mosnjohja e këtij obligimi mund të shkojë deri tek më thënë të sjell faktikisht si pasojë shkëputjen dhe prishjen e raporteve me farefisin. E para. E dyta, kuptimi i drejtë i këtyre teksteve fetare. Më thënë, njëherë duhet ta dim se është një kërkesë fetare, kërkesa e Allahut. E dyta, duhet të mos keq kuptojmë. Shpeshherë shumë lidhje farefisnore, më thënë, ndërpriten për shkak se farefisi i dikujt, për shembull, ndoshta nuk është ashtu siç pret një musliman të jetë dhe, më thënë, përfundon me një ndërprerje të kësaj lidhjes. Për shembull, mund ata të mos jenë shumë të azam fetar ose thonë ky është një keq kuptim. Ky është një keq kuptim i cili duhet të tejkalohet. Tjetra, mund të jetë ndryshimet e pozitave shoqërore që janë mes dikujt dhe farefisit të tij. Dikush për shembull mund të shkollohet, mund të arrijë, mund të marr poste dhe pastaj ta sheh me një sy përbuzës farefisin e tij që është një lloj mendjemadhësie dhe shumë, më thënë, cilësi e keqe.
Shpeshherë mendjemadhësia, përbuzja mund të jetë. Mund të jetë thashëthemet e shumta. Thashëthemet e shumta. Dikush për shembull nuk mund të përballoj fjalët kur thuhen si rezultat i kontakteve të shumta që i ka me farafisin. Po të gjitha këto nuk janë arsye. Të gjitha duhet të tejkalohen, dhe të mbahet farafisi. Normal, kur themi kur kaq shumë, domethënë e theksojmë rëndësinë e mbajtjes së lidhje me farafisin në asnjë mënyrë nuk nënkupton që ne të shoqërojmë për shembull farafisin në gjunahe, në punë të këqija, të bëhemi, jo. Domethënë ka një vit të kuqe sigurisht. Ka një vit të kuqe. Mirë po, jo disa pengesa siç i përmenda, për shembull, ose mosnjohuria e rëndësisë, ose mendjemadhësia, ose për shembull. Çfarë pasojë sjellin këto hoxh? Ndërprerja e lidhjeve farefisnore, pikëspari, një prej pasojave është mëkati. Thonë është mëkat i madh, nuk është vetëm mëkat. Pra që në fillim, shkëputja e lidhjeve farefisnore nënkupton mëkat. Mëkat i madh. Gjuna i madh për të cilit ai i cili, më thënë, bie në këtë mëkat duhet të pendohet te Allahu subhanahu wa taala. Më thënë është mëkati. Është, më thënë, efekti është edhe më i madh, prishja e raporteve shoqërore. Thënë si rezultati i prishjes së raporteve familjare ose farefisnore, të themi. E kështu me radhë. E çka ndihmon përmirësimin e këtyre raporteve dhe ruajtjen e lidhjeve me farefisin? Në radhë të parë duhet vazhdimisht ta kemi parasysh, sidomos atë ajetin i cili lexohet në fund të hutbes. Do të është një urdhër i Allahut. Një urdhër i Allahut. Është një urdhër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të ruajmë farefisin ton, që të bëhemi të mirë me ta, që t'ju ndihmojmë, më thënë, që të largojmë mendjemadhësinë, që t'i lëmë thashëthemet, që t'i lëmë për shembull përgojimet, sepse shpeshherë din të dalin edhe gabime të këtilla nga vizitat e ndryshme që i bëhen farefit. Të lëmë edhe një cilësi tjetër negative që është zilia. Shpeshherë mes njerëzve të afërt lind një smundje shumë e keqe siç është zilia. Dhe zilia bëhet shkak, më thonë, që të mos të jenë të qëndrueshme lidhjet farefisnore me njerëz shumë të afërt, familjar. Të mësojmë se zilia, do të thonë, është një mëkat djallëzor, është një mëkat i cili, më thonë, siç është përmendur në një hadith, i cili prish punët e mira, i djeg ashtu sikurse zjarri drujt. Thonë, të gjitha këto pengesa duhet mundohemi t'i evitojmë dhe ta çojmë në vend urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe për fund çfarë thirrje keni në këtë drejtim për këtë vepër shumë të dashur? Për fund duhet që njerëzit të mos hutohen me obligimet e shumta. Shumë për njerëzve ankohen se nuk kanë kohë për të vizituar madje edhe prindrit e tyre. Duhet të ndalen dhe t'i kushtojnë se kur organizohet koha, për gjithçka mund të ndajmë, në thënë, disa minuta. Duhet të organizojmë kohën tonë dhe të mos hutohemi mas obligimeve të ndryshme dhe ta lëmë farefisin më njanë. Për arsye se kjo është një mëkat shumë i rrezikshëm. Pastaj të mundohemi që të jemi të dobishëm për farefisin ton. Jo thjesht një vizitë, mos e kuptojmë mbajtjen e lidhjeve farefisnore si thënë vetëm duke vizituar, por të jemi të dobishëm për ta. Qoftë duke u munduar që kur t'ja hapim derën, për shembull një të afërmit ton, të vizatojmë buzëqeshjen në fytyrën e tij. Apo edhe duke bërë lutje. Ose duke u lutur gjithashtu. Një prej formave, për shembull, që nuk e përmendëm, të mbajtjes së lidhjeve farefisnore është me mendu për ta dhe me lut Allahun për ta, e kështu me radhë. Një vepër shumë i sinqert kështu del. Sigurisht.
Hoxhë, ne urojmë që fjalët tuaja, këshillat tuaja në këtë drejtim të kenë ndikuar gjatë emisionit tek shikuesit dhe secili tani pas këtij emisioni të bëjë një veprim në këtë drejtim, të paktën ta telefonoj dikë për të lidhur veten me farefisin edhe më shumë. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, kaq ishte sa i përket lidhjeve farefisnore. Do të shihemi javën tjetër me ndonjë tjetër vepër më të dashur tek Allahu. Faleminderit që na ndoqët. Selam aleikum. Oh